Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit ton I pavarur, ndodhemi në zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë, Zotit Edi Rama, ja ku duket dora tjera, se këta janë pa imitueshme. Këtë nuk ka birë nënë dhe burr babe që ta bëj të lloj pikture, apo jo? Është shumë e vështirë. Tentuan ca tuaj erdhën. Picasso se bën dot. Aha, jo, nuk e bënin dot. Kush e ka bërë, kush e birë nënë tha dhe burr shtetit tha që e ka bërë, tha ne Edi Rama, bravo tha. Na jeni vetëm kryeministër ta pasin një piktor. Po, ka thënë. Ka thënë mbajni fort, ka thënë, se po iku nga kryeministri pastaj ka për të bërë muret. Po kush do të pikturojë muret pastaj? Jo ai. Po kush do të thënë identitet? Ai do filloj të gjej në rrugë lapse, bën muret. Ai mori se iku dhe ai tjetër mos në burg në Durrës. Ai kryetari i bashkisë kryetari kryeqytetit evropian të kulturës. Sportit, Tiranës është në Durrës tani, por është në bashkinë e burgut Durrës. Po punon nga burgu. Gjithë ditë, fër. Edhe pasa shumë statuse, nxjerrë ca statuse kështu, që poston Facebook, sigur po punon, sigur ka ngrit, sigur është duke përrujë kopësht I çerrë. Po pëlqeu Jonathan Pano në një emision. Tha 2 veta kanë luajtur me vulën, tha. Luli që e mbajti në shtëpi dhe Lali që e mban në burg. Edhe që për një emri, ma nxirë që këtë Ristanin, nuk ka krizë funksionale në bashkinë e Tiranës. Kjo është një gallat shumë e madhe. Turpi I madh, që I rëndon në radhë parë një herë sistemet tonë drejtësisë. Po, natyrisht, bashkë me kryeministrin e Shqipërisë duhet ta tundi këtë këmbor, ku kryetarin e bashkisë së kryeqytetit e ka me disa akuza e ka në burg, ku e kanë marrë në burg që të mos prishi prova dhe mos ketë kontakte me administratën, ndërkohë jo vetëm ka kontakte me administratën, po anullon vendimin për zgjedhur zëvendësuesen e tij, që e kishte bërë kryeministri, vë një personin e vet, që ashtu e ndjen. Pastaj thot mos do të ma futo, thot në burg, ku kryeministri e kthen këtë gjë. Dhe kjo është shkreta këtu që ka votuar rolin e kryetarit bashkisë, po Noco Roku kanë në dorë këta, se kanë të tjerët bashkinë e Tiranës. Thot nuk ka krizë funksionale në bashkinë e Tiranës. E drejt, nuk ka krizë funksionale në bashkinë. Po nuk kishte krizë funksionale edhe kur kishin 61 bashkit, që u zgjodhen nga Këshilli I Bashkiakës si u zgjodhen. Ligjërisht ka delegim pushteti, por kur kryetari ushtron kompetencat. Pa është si puna asaj që jep një prokuror. Ashtu edhe kur Këshilli I Ministrave, vetë kryeministri thot me delegim e firmos në zëvendës kryeministri. Po këtë ka bërë kryeministri, ka dhënë prokuror e kryetarit bashkisë, ja ka dhënë prokuror. Jo, po ka kryetari I bashkisë. Tani nga ana ligjore me një pushtet një nga ana ligjore duhet që kryeministri kur e shikon që kryetari I bashkisë nuk është në gjendje të ushtrojë pushtetin, po me që kishte edhe probleme mendore, se kështu përkarante psiqike. Psiqiatrike, si do të psiqiatër. Dhe kalon 2-3 muaj, pa ushtruar funksionin, vetë kryeministri e shkarkon, ja jep drejtën ta ankohet në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese për 15 ditë me vendim a duhet shkarkohet apo përfundimisht, nëse gjithmonë e ankon kryetari përkatës I bashkisë, dhe nëse e shkarkon, bën zgjedhje të reja. Në këtë formë që delegohet, zgjedh nga Qelia, apo zgjedh nga Italia, apo nga kryeministria, nuk ka më demokraci dhe nuk ka më zbatim të ligjit, jemi në shkelje të ligjit flagrante. Si ka që nuk ka krizë funksionale bashkë të Tiranës. Po më krizë ka. Po këna ka siguruar për këtë kush e zgjodhi. Nuk e zgjodhi njëri, qytetarët kanë zgjedh. Nëse kanë zgjedhur një person, e kanë zgjedhur Jon Velin. Ai është kryetari legjitim. Nuk është kjo kryetari legjitime, as ato që delegoi kryetari. Jo, nuk ka, sepse delegimi është për çështje kryesore, jo për drejtuar bashkinë. Ky është në gjendje ta drejtoj. Nëse do jetë Jon Veli është në gjendje ta drejtoj. Është në gjendje sepse nuk ka vendim penal. Të formës së prerë. Nëse për 3 muaj nuk shkon dot në zyrë, nuk ushtron dot funksionet lirisht, kryeministri mund ta shkarkojë. Pyetja është pse nuk e shkarkon kryeministri? Bëhet marrëm të zgjedhje. Atëherë pa 3 muaj. 10 shkurt është arrestuar Velia. 10 mars, 10 prill, 10 maj. 11 maj bëhet zgjedhje, 12. Po e kanë do ta shkarkojë vetë tani, edhe ai edhe Velia. Po më se nuk shkojnë këtë puna me delegim. Ç'është ky delegim? Se
I bie tani një e kishin dhe ata partive tjera, po vjen Bagu në listë, se ma delego Bagu nuk bën deputet më vonë. Që kemi gjithë një pastaj, po nuk është shumë gatimi ligjit. Hape shumë, tjetër. Çdo me Bagu Rama, për mua dhe të pësën Chelsea për të hapur, pra, shikoni edhe nga ana vizive, është i dorë. Kjo dorë kështu, do të thot, edhe jo, s'kalon dot. Natyrisht është numri 5. Mi po ka i gjë që po ta fuzësh Chelsea këtu, ke parasysh që thonë po më ha dorat, ka i vrim. Fat, kjo dora mblidhet, ulet. Vota për mua dhe pësën, për mua. Ky që thot Eraldi, thot Rama të bëj këtë të bëj atë. Për mua, sepse përqendrimi të gjithë pushteteve në një dorë quhet oligarki. Dhe oligarku ose përfaqësuesi më i denjë oligarkisë është Edi Rama, që ka përqendruar të gjithë pushtetet politik, juridik, diplomatik, pushtetin vendor, çdo pushtet e kjo dorë këtu. Dhe kjo dorë është me kodër, është me pasword, dhe Chelsea është kodër, është butaforit, ai Chelsea. Dhe mua, këtu është autokracia, mua, totalitarizmi, nishi. Mirë, se në 30 sa vite gjithë kryetarët e partive gjithën Jo, ky s'është kryetari i partisë, ky është kryetari i qeverisë. Që ka të gjithë pushtetet dhe që thotë shqiptarëve, o votoni mua t'ju fus në Europë, o mos votoni mua po të shkoni në Moçal. Gjë që s'është e vërtetë, që gënjeshtër me bisht, sepse kishte thënë këtë, do duhen 6 muaj ata që të gjejnë dyert. Faktikisht. Nuk ka nevojë të gjesh ti dyert, gjejnë dyert, se janë strukturat e bëme. Por nuk është se Edi Rama këto e ka bërë me lekët. Tash me çelsat e veta me këto gjona dhe i do syrin e shohama u zgjodha. Vare, s'ka gjë, pa e zhysim shqiptarëve që nuk zgjodhën ty. Gjithsesi çelsat ishin edhe në 2013 pa ato 3 ligjet e famshme që nuk i votonte Edi Rama. Po. Pa ishin çelsa, aty ishin dyert. Mi ka thonë ky është shokë. Pa çelsat ti hap kur ti rron. Po pse si hapi për 3 mandate? Të lutem, Kristian. Ju kanë dashur të na hapur moment tjetër, ja. Berisha me PD për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE pa ndalshëm. Urdhon. Njëri do na fusi, tjetri do na integroj. Dhe të dy Europën ne e kemi, vetëm se janë dy këndvështrime të ndryshme. Njëri na fut se ka shokët, i dyti na fut thotë se kemi programin. Ndërkohë që unë kur kam qenë djalë i vogël, shumë i vogël kam qenë, 35 vjet më i vogël se kaq, kam luftuar e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Pra ne donim të futej Europa në Shqipëri. Jo të na fusnin. Nuk mund futet dot Europa tani, se jemi shumë vegjë për të futur gjithë Europa. Ka gjë, ai sa na mban, për shkak të futesh e kultura, të futesh e arsimimi, të futesh e biznesi, të futesh e ekonomia tregut, demokracia. Po ç'i dum, i kemi të gjitha vesh. Që po mirë futemi ne. Shkojmë vetë. Çelcat i kemi sigurt që i ka. Çelcat i ka. Çelca ka ashtu çamun te, po i ka. Kështu që a kemi sigurt gjallësi që jemi ne mirë është çelcat e kashtit. Për kashtin. Lutmi, ka lëmë një argument tjetër, do të thonin kolegë të nderuar. Ja. 7 313. Basha e përgjigjet Ramës. 3 herë i le socialistët me kishë gojë, tani po merresh me demokratë. Edhe është brillant në gjetjen. Jo, kjo 313, hera pashë më ka pëlqyer. Me këtë do të lande katër me qiç. Po. Po gjithsesi gjetur. Është një teori në marketing. Flas në PR, në marrëdhënie publike, që një gjë që ti e ke defekt, duhet ta kthesh në pozitivitet. Unë kam vënë Lali dhe kam gjetur emrin e famshëm Lali. Lali sepse Lali në çdo moment ishte Lal. Dhe me atë lloj neverie natyrlliku të Lalit, unë e kam vënë në vitin 2015 Lali Eri. Do t'i e mori edhe e ktheu në nickname-in e vet, Lali Eri, si gjë pozitive. Edhe këti që kishte ngelur dam nga 77-42 të qashtu do t'i ngeli. Se ndoshta gjeti është për pak ditë, po do t'i ke 313 se ka zhvillime. 77-42 lul. Por problemi është te kjo gjëja e këtij,
e ka zgjedhur si fushat marketingu me Ramën. Pra, ky bie Ramës, Rama i përgjigjet dhe bie që janë këta homologët. Besim TikTok. Po, prandaj Rama kuptova unë që është kundër TikTokut si mund të bëhet. Ja se do të Të vëzhgjit një to të bje. Po, atëre. Pra kemi, tani i bie që Luli nuk është më e qyrë si lagje si se pirë të njeri, pra një rob që kishte humbi se shduk të përplur, edhe që se përmën të njeri. Jo, matët në balose kë. Orave! Orave të qërë. Orave! A? 7-7, orave, ku i ke shumë? Orave! Tiranse. Jashtë formatit vet, jashtë tipit vet, se t'i shkote për shumë të dashet. Se t'i shkote. Ky është jashtë formatit, po do të paraqesi këtë tipin e gangsterit. Problemi është që ky robi kur du ta bëhe gangsterin kohën e Partisë Demokratike e çoi nga humbja në humbje. Sistematikisht dhe ka qenë i sinqert kur thoshte unë nuk kam humbur asnjë betejë. Sepse betejat e tij ishin për dështimin e Partisë Demokratike. Objektivet i ka arrit. Ashtu, e para. E dyta, tregoi që ishte një kloun i vendosur nga të tjerët Partitë Demokratike, duke dëshmuar tashmë kjo është performanca e tij. Orame, edhe ja vlen ta vazhdojmë më tepër këtë histori? Jo, më këto me apën të ndjekësh TikTok, unë se di, a funksionon me TikTok apo jo, por kam frikën kështu duke u zënë kështu me aspi, mos zonastisin edhe në i shërë të vogël edhe kush fillon hetimes pak u rrafën dy... Kush e rrefat e vogël, jem të rezidi. Ka qeni personazh, po së tua ta them se mi përzitet familjarët. Hajde, shaban qosja, që gërriset vetë. Problemi është nuk merret deri me Lulin. E marrja e Ramës me Lulin është për të thënë që ky këtu është kundër Ramës. Pa. Pra nëse keni në i vot për t'ia dhënë opozitës, jo me sala jepja në këtij. Pra, duke fituar betejën tjetër, po për koptime është duke fituar betejën tjetër, ti marri vota prapë ta çoj prapë ndështim Partinë Demokratike dhe është njeriu më i suksesshëm. Ky nuk ka humbur asnjë betejë, nuk ka pikën e cipës dhe turbit dhe vazhdon betejën për shkatrimin e Partisë Demokratike, respekte. Mirë thash Kristiano? E qa? Kristiano mos pyet. Po Kristiano s'pyet. Bravo Kristiano. Sot shefi Rama Bashës, trami vepra jote, s'ka qytetar në Tiranë që s'të bekon. Bukur. Ja dhe këtë tjetër tani që ka hyrë në lojë. Edhe këtë tjetër është këtë batu dhe gjetur. Shumë e gjetur, po. Gjumi, trami, këto gjona, edhe ky gjen kohë për të faktorizuar faktikisht personin me cilin kanë lidhur atë marrëveshjen e famshme dhe cilësia e dytë e jashtëzakonshme e Lulit është besnikëria. I ka dhënë besën këtij burrit 17 maj, që është ditë e shënuar, 2017 dhe që nga i moment nuk e ka tradhtuar një herë vetme. Fare. Dhe me respekt të kësaj marrëdhënie, këta vazhdojnë. I tha Rama hiq mandatet, ti heq mandatet tu. Gjithë po çka ka thënë Rama? Kryetari i bashkisë iqi? Gati. Me ja vulën për dës. Po. Ja mori. E mbajti vulën. Zbula si gjë se përdoj. Mori grusht njerëzish. Se, o Lulo, ku i ke shokët me Lulo? Ku i ke gazet me? Ku i ke Libet me? Se ishe me këta shok. Ta shikë, të të janë në kampurit, të të. O Lulo, shkët, mund tjetë, nuk e njoh fare si personazh, po më ka pëlqyer kur tha unë se dia fare, mori telefon tha Basha më thotë kam vënë deputetet, tha kështu që këta i ke Luli. Puna është ku i ke shokët e Luli, se s'kam pa në i shok. Nëse ecse në ushpif me këta, urdhon. Veliaj, i madhi Veliaj, rikthej Ristanin me Ramën asnjë përplasje. Veç mall të takohem, jam në izolim, se dje që delegimet e dhe, se të. Ke Goxhaj, se i Goxhaj. Goxhaj, avokati. Ti po thu? Ti po thu? Ke Goxhaj më duket ishte Sara, Po. Që ja dha ky pastaj ja hoqi. Do të ka dhënë Altin? Jo se Do shër. Jo shqiptarë.com më zëshër, po që më zbët edhe shqiptarë.com më zbët shërë shumë gjyqje. Këmë Altini, po ta shkuj Sara Goxha, ose Alevre Goxha. U kthye pas debatit të ëmbël tiktokian Basha Rama për të faktorizuar njëri tjetër, për të larguar vëmendjen,
Se pasha nuk i thot, qa jo për do e fusu shtimër, vla, 1, 2, 3 gjona, dhe e ti thoj, qa në pozite po ti për humbur, po, këto janë, jo trami, jo kjo, jo ajo. Rikthehemi tek Lali i cili ndodhet në burg. Lali i cili me sa duket nuk ka problem, edhe unë e kam thënë këtu, burgun, izolimin. Djegjen e karrierës ka Lali. Ata ka hallë të madh. E ka punë për lezi fjalinë dhe thotë, se dia që delegimi të goxhës ishte davorcuar brenda ekipit drejtues. Pra, vetë Lali nuk qek ai personi që merr vendime në Bashkinë Tiranë, por pas ka të tjerë që merr kanë vendime dhe ky vetëm Vuloska dhe Firmoska. Nuk shohim këtë fjali nga ndërgjegja. Se thot s'pas kanë rënë dakord me ekipin drejtues. Lali na thot kush është ekipi drejtues? Ti si i ran dorë e gjë. Po si aso vulën pra? Se ky ndjek edhe njerëzit në Facebook, ky jep edhe direktiva nga telefoni, edhe shkruan, ban fjalime të gjata. Si ka shpëtuar ky detaj që faktikisht është një gjë kyçe. Pra kur vendosa e vajza Ristani atje, okay. U vendosi Rama. Tani që ky çkarkon atë, dhe të vendose një person tjetër, o të kishte vtek Rama, largozo, o të kishte ikë Ristani, o të kishte ikë Lali nga mendja, gjë që po përpiqet ta. Po, për thot ai, nuk kam një mendojës, ashtu është. Kanë filluar të kenë probleme. O, e ke vënë të gjithë këta deputetët, ministrat që shkojnë në burgje pa burgim, sikur rëshkasin pa nga truri, e ke vënë e? Sikur smurën nga i qip. Se më dhëtë të rëshkasin? Po i mushën burgjet me njerëz që kishin bërë lidhje elektrike pa leje. Me njerëz që kishin pagu dritat. Me njerëz që kishin rregulluar çatin e vet. Me njerëz që nuk u çmenën këta, nuk u smurën. Po këtë pse smurën? Edhe janë me zemër dobë. Shikoj, mos hyni politik, po qet me zemër dobë ose të dobët nga sistemi nervor. Mos hyni. Shkoni dhe merrni në kthjellët, i bëre milionat e tua. Ma edhe burgurat rahat, nga të gjitha vrimat e mundshme dhe këtu ka një gjë. Vulën. Ja futën, e kishte me vete, i futën letrën, si ka shtuar Sarkozyn, futje e sendeve pa lejuar në... Se di punën e Vulës. I kanë shtuar akuzën e futjes së sendeve pa lejuar në... Po mirë, ai Lali thot, ma ka sjell avokati. Po mirë, vëlla, nëse është futje, kujt është ndërsjellë. Pra, ka një vend ku futet, ka dhe një që e fut. Kush është ai që e ka futur? Avokati do thotë. Po duhet dënuar të dy, duhet të dhënë akuzën atij, po që sendi pa lejuar. Pastaj nuk ka avokati, nuk është se kishte futur edhe diku që e të sekret. Në çfarë ka pas? Ose plumbi. Era një plumbi, se plumbi. Pa të dritarja, ka Vulos. Plumbi. Se kështu tha që këto unë shuaj postulla dhe ja jap stafit dhe stafi i poston Facebook. Kështu që ja ka si plumbi. Ka katruar shpendin, ka dhe i buf në atër. Ja ka. Të nuk në dusho. Atmosferën e emisionit, ja ku kemi DASH, pra Departamenti i Marketingit Shtator. Krimi shqiptar i pastron parat me kontrata qeveritare, ndërtim kullash e blerje pasurive të paluajtshme. DASH nuk ka thënë një gjë, nuk është DASH, është Departamenti Amerikan i Shtetit. Nuk ka thënë një gjë që ne nuk e dim, por kjo pjesa i pastron parat përmes ndërtimeve të kullave është një gjë që faktikisht e ka bërë Shqipërinë edhe të zbrazur. Pse do thoni ju? Sepse mora vesh që aty tek ura drejtorisë policisë, pra sa e kalon urën për të vajtur te LSI-ja, u prishin nga ato vila ku bëhet pallati. Disa ishte metri katror atje? Ja. 6.000 euro. Nëse është 6.000 euro metri katror, me tulla do bëhet edhe me beton, pra nuk është se do ndërtohet me një xham speciale me kështu. Jo. Po edhe me merr po nuk shon 6.000 euro. Ja. Do të thotë që ky dashi ka të drejtë. Por problemi është me 6.000 euro metri katror, ai që vjen nga Leskoviku, ai që vjen nga Delvina, ai që vjen nga Elbasani nuk mund ta blejë. Dhe nëse e ka të vështirë jetën atje, Tirana e ka pa mundur dhe ikë direkt Gjermani. Kështu që krimi organizuar dhe korrupsioni, pastrimi i parave, nuk janë thjesht kështu që të kemi xhelozinë, po pse fut lekt pista ai, pse pastron para. Jo, ka shkatruar dhe Shqipërinë. Ky shkreti është viktim këtu se është në krye dhe duhet i menaxhojë ti kullandris janë dy gjëra. Shumë është metri katror, e ke thënë që është në Flusk, të orientate. Po, sepse është... Po kam thënë, po iku ky,
do të thonë Lali, ikën dhe ky, bie çmimi i banesave në Tiranë. Është shumë i thjeshtë, është veprim aritmetik, por si ekuacion është shumë i ndërlikuar, sepse ky dhe ai tjetri që është në Durrës janë garantët e kësaj flucke të ndërtimit. Këta janë garantët. Këta ka thënë, Shqipëria zhvillohet, ka kërkesa, Lali thoshte, ka një merimangje dhe po duke sikur çka kam i thirr merimangje s'po ashtu dot. Lali thoshte, Lali është rritur vlera pronës, kemi bërë investime. Prandaj, ti kishe i shtëpi të vetë 50.000 euro, është bërë 250.000 euro. Ti ishe me pensione 150.000 lekë vjetra, s'të den, por ti flet me një pasuri që është 100 milion euro. Si ka bërë Lali? Po Lali ka bërë të pronave, por di them që gjithë ata që një qytetar i thjesht nuk mund ta shesin dot një apartament apo qoftë edhe një njësi shërbimi me 6.000 euro siç janë këto çmime. Edhe si ta bëjmë 6.000 nuk e shet dot. Pse? Po nuk e di sepse është kjo puna e kontratave që thënë ta. Po një apartament 82 metra katror gjysmë milion euro domethënë aty tek ajo. Për ta po. Për ta po. Edhe një gjë tjetër, le ta shohim një tjetër. Atëherë. Shikoni, ky që do ju fusin në Europë. Zoti Rama, shoku Rama. Deklarimi i netëve të fjetjes. Rama, hotelet pagojnë 65% të kapacitetit nëse s'duan kontroll. Shikoni, kjo është gjuhë shantazhi. Këto mund ta bëjë vetëm krimi i organizuar. Çfarë ka bërë Rama për këtë turizmin, për formalizimin e ekonomisë? Ka vajtur Sarami ka thënë, shikoj çfarë do bëjmë. Ju të gjithë, për shembull, keni 100 dhoma, do paguani për 65 dhoma. Para pagim. Por nuk i para paguat, në kurrë të sezonit, ka thënë këtë lajm, të vinë kontrollat. Pra, kontrollet shtetërore dhe shteti nuk funksionojnë si agjenci të pavarura, si agjenci që përmes një procesi krejtësisht transparent kryejnë veprimtari. Funksionojnë si gjobvënës dhe si bankë që në qoftë se ti s'më jep kaq lek, siç funksionojnë e dini ju në përlagje që është e tjetër. Lali, kaq lek mos e çudohet dyqani. Edhe këtu kryeministri i Shqipërisë ka vepruar si band. 65% kapacitetit do t'i paguni, s'keni njerëz brenda. Si paguani, mu në kurrë të sezonit, sa të ka zbrit turistët, vinë frap gjithë kontrollet, ta bllokojnë hotelet, trim turistët me valize, ne çkatrojmë punën. I ka thënë, ky që do e fusin në Europë. Kuptoni se si do e fusin në Europë? Sa do të thoya, kështu do shkojmë në Europë, sepse të gjithë bizneset, nga që do kenë shumë lek për të pagu, do të duan pastaj më shumë lek t'i gënja shteti. Po. Sepse janë të detyruar të paguajnë 65%. Këtë njeri, bandit, gjobvënës, po votojnë neve që ta fusin tek ai portali se ka çelësat e Europës. Tani mendo pak ca biznese kur janë në Bashkimin Evropian, do të vinë edhe shtetet e Bashkimit Evropian bëjnë biznes tu. Nisë sikur ti të shkosh, sikur shqiptarët do shkojnë bëjnë biznes në shtetet e Bashkimit Evropian. Tani ti thosh një Europiani të paguar 65% ke nuk e punë. Ke s'ke punë ose unë të toleroj të ose unë do të bëj gjoba, do të bëj kontrollet direkt italianët. Do marrni më si përdor kontrollin, është mjet shantazhi, më vllash, ta marr si gangsterët e lagjes se ti nuk i pagun. Gjobën gangsterit të lagjes të bie ata që shkatrojnë lokalin. Unë do thoj që italianët do thoshin më mirë po rri në Napoli, më mirë po rri në Bari, të këto venet apo në Sirakuza që janë këto venet mafioze, që janë mafia. Sepse atje të janë kërkuan 65%, Napoli na kërkon më pak, vetë mafia. Mafia kërkon më pak. Mafia kërkon më pak, është e vërtetë. Vëllezër e motra votoni për Shqipërinë në Europë, jepeni Edi Ramës. Jepeni Edi Ramës, tuajën të mamas, të motrës, kujta keni jepeni Edi Ramës, se ai e ka mënyrë se si do ja fusin në Europë. Armir Shkurti Kristiano Xhanari dhe i madh avokati Real Daga ishte me ju sonde. Radhën tjetër filloi një orë më vonë, më herët. Pse? Ndronora. Jetën orar. Ndronora. Le ndronora, në jetën orar jemi. Ne në jetën orar, po të bëhet dritë më gjatë. Do të shkojmë më herë, do të flet më pak. Vetë ka filluar fushata. Natën.